Sëmundja e enozemës që ka prekur një pjesë të konsiderueshme të bletëve në qarkun e Fierit ka shkaktuar humbje të mëdha të koshereve. Një situatë e tillë i ka vënë në vështirësi bletëricit, të cilët nuk e kanë parë asnjëherë ndihmën e shtetit përballë kësaj situate të vështirë. Sipas bletëricit Ferdinand Muskaj, i cili ka të matrikuluara në drejtorinë e bujqësisë 500 koshere, jo të gjithë bletëricit e njohin këtë sëmundje, ndaj jo të gjithë e kanë kuruar në kohë, gjë që ka sjellë edhe një ulje të ndjeshme të prodhimit të mjaltit. Kushtat atmosferike të vitit kaluar kanë qenë jashtëzakonisht të keqe për bletarinë. Kjo do të ndikojë si vitin e kaluar që patëm sasi të pakët mjalti, edhe për këtë vit me këtë humbje sasia e mjaltit në qarkun tonë përsëri do të jetë e ulët. Drejtoria e bujqësisë dhe veterinarisë do të ndjeki me përparësi kurimin e kësaj sëmundje dhe sëmundjeve së varros. E teksa ka vlerësuar skemën e re kombëtare ku bletëricit janë parë me përparësi grupimin e tyre, Muskaj e shet të pamundur, pasi si kushti i kësaj skeme është që 30% e mjaltit të tregtohet i certifikuar, gjë që është e pamundur pasi në Shqipëri mungojnë pikat e grumbullimit të mjaltit dhe njërazi laboratorët për certifikimin e tij.